Unë sot e shoh problematike dhe mënyrën se si përdoret ChatGPT në shoqërinë tonë. Ne duhet të kthehemi te qytetarët, ne duhet të kthehemi në shkollë, edhe ne duhet që fëmijëve, të rinjve, pastaj edhe në arsimim jo formal grupeve tjera shoqërore, ty ja shpjegojmë krejt to çka po ndodhin me edhe pa inteligjencë artificiale. Unë sot e shoh problematike dhe mënyrën se si përdoret ChatGPT në shoqërinë tonë. Në mënyrën se si kjo po e ndron për shembull këtë në mënyrën e marrjes së informacionit. Unë e thash Google, tash shumë të ri sot nuk e përmendin Google. Ata thonë, unë hynë e pyes ChatGPT, e bën një prompt, një kërkesë të ChatGPT, që prapë është një problem tjetër që do të na sjell neve shumë të lashë, sepse aty ka shumë pavërteta që qarkullojnë, dhe nëse ne po e anashkalojmë televizionin, profesionistin e fushës, gazetarin, edhe po shkojmë në një model të inteligjencës artificiale që në këtë rast ChatGPT-ja është shembulli më negativ për mënyrën se si është përgatitur si model, se kanë përdorur gjithçka që ka pas në internet, OpenAI në atë kohë, atëherë kjo e bën që qytetarët do të ekspozohen edhe më shumë ndaj informacioneve të cilat s'kan të bëjnë fare me realitetin.